Mirëmbrëma të nderuar shikues. Derisa i gjithë fokusi i opinionit publik ishte tek shkrirja e koalicionit Vlen 4 subjekte politike për të bashkuar në themelimin e një subjekti të vetëm politik, në heshtje mbase Fronti Evropian e më vonë Aleanca Kombëtare për Integrim po shkrihet duke u reduktuar dhe duke u zvogëluar numri i deputetëve të tyre. Pse frontet dhe aleancat nuk janë afatgjate, çfarë po ndodh në kuvend, sonte ne gjithë këto do t'i bashkëbisedojmë me deputetin e Frontit Evropian dhe kryetarin e Lëvizjes Populli, zotin Zeid Rexhepi. Mirëmbrëma zoti Rexhepi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Epopeja UÇK-s 4, 5, 6 mars. A ishit në prekaz zoti Rexhepi? Jo, kisha angazhime këtu rreth Shkupit dhe nuk isha mundësi. Po e fillojmë pikërisht me këtë temë dhe me prekazin, sepse java që lam pas, posaçërisht fundjava, u karakterizua me një ngjarje me vizitën e krerëve të koalicionit Vlen, oponentëve tuaj politik, të cilët ishin në prekaz për 2 qëllime, pra për nderuar epopejën e UÇK-s dhe qëllimi tjetër i dytë që u transmetua sipas tyre ishte një hap para drejt shkrirjes së këtij koalicioni. Si e cilësuat këtë vizitë të tyre në prekaz dhe këtë hap të oponentëve të tuaj politik? E para është ajo thonja fshati digjet, gjyshja krihet, është në këtë formacion edhe në këtë logjikë edhe këta të Vlenit, pse mendojnë që popullatës, qytetarëve, aktivistëve, votuesve u bëhet vonë se kur do shkrihen, a do shkrihen dhe si do funksionojnë. Unë nuk e kuptoj, sinqerisht. Posaçërisht në këto 10 ditë e fundit apo 2 javë e fundit, kur kriza globale troket në dyert e Maqedonisë së Veriut, kjo qeveri ka 2 probleme esenciale. Parën e ka tanat e moje shqiptarët dhe gjuhën shqipe, duke shkelur studentët, ndërsa Vleni të veprojë mbi t'i heshtë gjitha këto shkeljet dhe të veprojë mbi atë logjikën e tyre 2 vjeçare, sikurse kudi çfarë do bëhet, a do shkrihen, as do shkrihen, a do jenë 1 kryetar, 2 kryetar dhe formacionin. Mu personalisht nuk më bëhet vonë fare. Mënyra funksionimit tyre. Vizita në prekaz është e mira shqiptarëve që kanë shkuar atje, secili shkon me qëllimet e veta, dikush për të lavdruar punën e madhe të familjes Jasharajve, dikush për të promovuar veten, dikush për të hapur ndonjë derë të vogël për synimet e tyre politike. Për fat keq kjo ishte vizita e Vlenit atje, sepse ata konsiderojnë që mund ta mbulojnë gjithë këtë turp të shkeljes së dinjitetit kombëtar, duke qenë ata hisetar në këtë qeveri dhe të abuzimit me gjitha drejtat kushtetuese dhe ligjore të shqiptarëve me lojën e tyre përkinse Vleni do bëhet do shkrihet, s'do shkrihet, kujt i bëhet vonë, po shkrihenu një herë, vendosë një herë si doni edhe. Pra vlerësoni që është tentativë për të defokusuar opinionin publik nga ngjarje të tjera? Po 2 vite është kjo. Ju jeni dëshmitar, ju jeni gazetar dhe jeni kogja ndrjedha me gjitha skenën politike. Plot 2 vite i njëjti skenar ndodh në kuadër të formacionit politik Vlen. Ju jeni dëshmitar, edhe kur u bën pjesë e qeverisë pa legjitimitet, ata temat kryesore brenda tyre kishin pozitat dhe dyta ishte pozitat personale dhe dyta ishte intenca e shkrirjes. Para 2 viteve ishte njëjta gjë, sot pas 2 viteve për të njëjtën bisedë e bëjmë. Thot njëti zhvillim është, i ki rastin e aleancave që bëjnë luft, kush dhe drejtor të AKE-ja, e shtyn një tender til për interesat ngushta personale dhe përsëri do thot mbledhja e tyre është për çështjet pozitave personale ose për shkrirjen e 1 dhe 2 kryetar. I nderuar, është shumë simptomatike kjo që 2 vite merren me një çështje që as kujt jashtë rrethit ngushtë tyre nuk i hin rrugë. Shqiptarëve nuk u ndihmon fare, a do shkrihet Vleni ose jo. Është më mirë për shqiptarët me pas 2 parti politike të konsoliduara në mënyrë që të faktorizohet dhe të mos shpërndahet vota shqiptare. Padyshim, nëse shkon te votat, tash nuk jemi në sistem parazgjedhor, në kohën parazgjedhore nuk jemi. Jemi në kohën kur shqiptarëve çdo ditë u shkelet e drejta elementare, qoftë politike, qoftë kombëtare, qoftë ekonomike, qoftë sociale, dhe në vend se hisetarët e pushtetit të ngrejnë zërin dhe dalin të bëhen rojtar të drejtave kombëtare të votuesve tyre, ata merren me çështje terciale që as votues të tyre nuk ju intereson.
as për krahasve tyre nuk i bëhet vonë. Do thot, ata kanë bërë shumë premtime parazgjedhore. Dhe këto 2 vite, u desh që ato premtime parazgjedhore të bëhen pjesë e jetësimit të këtij projekti, këtij programi, që SPAK-u të dëshmojnë që me të vërtet janë për ndryshim dhe jo për zhgënjim. Dakor. Zoti Recep, megjithatë ju i keni parë 2 fotografitë, edhe atë në Prekaz edhe pasaj në takimin me zotin Kurti. Në Prekaz e pat fotografia ishte më e gjerë, ku prezent ishin gjithë liderët që e përbëjnë këtë koalicion dhe gjithë figurat politike të cilat ju i njihni edhe prej afër edhe me cilët keni bashkëpunuar. Pra, erdhë një moment dhe një situatë që i patë sërish të bashkuar edhe Lëvizjen Besa dhe Partinë Politike Alternativa, me të cilat në fakt realiteti është kështu se për të dyjat keni dhënë kontributin tuaj dhe në atë moment që jeni ndarë nga këto. Kur i patë ashtu të bashkuar, a kishte një moment kur u pendua që nuk ishit pjesë ati grupacione? Unë njëtë asnjëherë jam penduar për rast të veprimtimin, këtë tërë karierën time jetësore, kështu kam vepruar. Çdo vendim e kam sjellë me një maturi, me një vendosshmëri dhe pastaj s'kam pas asnjë nevojë të pendohem. Pyetja është që çka i ndau dhe çka i bashkoj. Këtë pyetje duhet të japin ato votuesve. Çka ishte ajo që i ndau deri në atë formacion saqë ofendonin njëri tjetrin me ofendimet më të mëdha, që s'meriton të jetë pjesë e publikut dhe të vinë në pozicion pastaj përsëritisht afër njëri tjetrit. Kjo për mua është tragjikomike. Do thotë realisht arsyeja që i ndau ishte interesi dhe arsyeja që i bashkoi është përsëri interesi, por jo interesi votuesve, është interes personal dhe unë në jetën time nuk parapëlqej që të jem fituesi diçkajt duke shkelur mbi djersën dhe mundin e të tjerëve. SPAK-u, kjo është pjesë e edukatës familjare, shoqërore secilit dhe secili do jep llogari për atë. Prandaj, po isha për një unitet të ideologjisë e cila ishte thelbësore në themelimin e Besës, për mbajtjen dhe ushqimin të këtij idealit, i cili u zhgënjy që vitin e parë nga themelimi dhe tash gjithçka prej atëherë ka të bëjë me interesa personale, me interesat ngushta klanore, por as pak me ideale edhe hiç më pak për interesat e qytetarëve. Sepse ju i dini prej brenda rrjedhat politike, sepse për alternativën zoti Kasami ka qenë lider i papranueshëm dhe autoritar, prandaj edhe kjo ka qenë arsyeja pse u nda dhe u themelua ky subjekt. Dhe tani 6 vite më vonë vim në situatë që sërish zoti Kasami është lider i këtyre figurave që përbëjnë Partinë Politike Alternative. Kjo është ajo e dhimbshme. Ishte posaçërisht ai kryetari i Besës, i cili nga zyrat në Temavroasja i nxjerrte edhe klimat nga jashtë, që s'kishte dhënë as grimc djersi për to. E jo mo denar, dhe i nxjerrte ato e zhveshi zyrën, edhe pastaj atë zyrë zhveshur ai shkonte pas 2 viteve 3 mbante mbledhje si pjesë e koalicionit bashkërisht, do thotë. Kjo është ajo kredibiliteti politik dhe moral i një politikani. Të jesh politikan, duhet të kesh vijën e kredibilitetit tënd moral, duhet të kesh një identitet politik. SPAK-u ta dish me diken që ndarja është aq e madhe në bazë ideologjike. Asnjëherë nuk mund të ketë afrim nëse s'ka bazë ideologjike. Nëse ka të bëjë me çështje personale, i bie që edhe ndarja ka qenë për çështje të interesave të ngushta personale ndryshe, ku është një logjik që një kryetar i një partisë politike, siç ishte ai i Besës, nga zyret e Besës apo pastaj alternativës, hoqi gjithçka që as me djers, as me mund, as aspektin financiar nuk ishte hisetar tek ajo, por e zhveshi atë komplet për ta bënë një paraqitje shumë të dhimbshme para opinionit se mënyrën se si komunikon me oponentin politik, që pastaj me të njëjtit tulit bashkohet edhe më turpshëm. Ajo alternative e cila nuk e pranonte Besën apo kryetarin e Besës, tash i nënshtrohet saj dhe i bëhet sekretar bile të 2 kryetarëve, sepse ndryshe s'kan mundësi të merren vesh ato kush jetë kryetar, dhe vendosin me 2 kryetarë dhe thirren në një formë të funksionimit dikun të një subjekt politik në Kosovë, po që është subjekt politik minor, subjektet politike, të cilët janë serioze në funksionimin, të cilët pretendojnë që të jenë në shërbim të qytetarëve dhe duke lidhur aspiratat pushtet qytetar, ato subjekte kanë një lider, e kanë një kryetar, dhe ai kryetar duhet të jetë zëri i parë dhe kuptohet zëri i fundit pas vendimeve të përbashkëta. Sepse ka ndodhur shumë ngjarje dhe shumë zhvillime, ju përmendet Kalimthi ngjarje në retrospektiv që ka ndodhur, por nga ana tjetër nëse i pyesim ata, natyrisht ata do t'ju akuzojnë juve se
nëse ata kanë qaluar rrugën për cilën e keni nisur, ata ngjajshëm do t'ju akuzojnë edhe juve, sepse Lëvizjen Besa e keni filluar fillimisht si antipod të BDI-s. Dhe tani zotin Recep e kemi deputet të Frontit Evropian, front të cilin e udhëhiqte zoti Ahmeti. Shumë e vërtet. Do thot Lëvizja Besa ka qenë terminologjia e paraqitjes e gabim. Ishte e gabimshme dhe atëherë kam qenë unë pjesëtar i këtij koncepti që është e gabimshme themi që kemi themelu Besën për qenë antipod i BDI-s. E gjithë ka uza për ta rrëzuar një parti politike. Kështu vazhdimisht ishte fjalori i bardhësve të Besës atëherë. Imja nuk ishte. Fjalori im ishte që të bëjmë ngara për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Ata të cilët janë gabim do japin llogari, ndërsa më tutje do përmirësojmë jetën e qytetarëve. Kam kritikuar BDI-n në çdo moment që kam vërejtur që është gabim funksionimi institucional politik kuadrë qeverisë i tyre. Edhe nuk jam bë pishman asnjëherë, këtë kam thonë publikisht, por megjithatë nuk ka qenë qëllimi ta largojmë BDI-n. Qëllimi ka qenë të bëjmë garë dhe ta fitojmë pushtetin me votën e qytetarëve, me përkrahjen e qytetarëve, me besimin e qytetarëve dhe ato ideale të cilët i kemi përcjellur tek qytetarët, t'i jetësojmë nga pjesa e pushtetit. Lëvizja Besa pa qenë fare pjesë e pushtetit u bë pikë 5 për interesat ngushta personale. Do thotë nuk po imagjino, po të kishte qenë pjesë e pushtetit si do kishte funksionuar. Thot, ende duke qenë në opozitë, ndodhi ajo çfarë ndodhi që gjithë jemi dëshmitar. Thot, pastaj ndodhi u bë alternativa dhe lufta e brendshme mes Besës dhe alternativës atëherë ishte shumë më e madhe se lufta mes të dyjave kaq e BDI-s. Po, e vërtetë. Do thotë që ishte po ashtu shumë e dhimbshme. Ne duheshte që të bëjmë gara duke qenë opozitë karshi një subjekti politik i cili është pjesë e qeverisë, cili do që tjetaj. Po në atas ishte BDI-ja. Pastaj kuptohet që BDI-ja ishte pjesë e një subjekti, ishte subjekt politik, pjesë e disa cikleve qeverisë në të cilin kishte shumë gabime dhe shumë ndryshime megjithatë. A që ishte detyra ime si opozitar ta them, por kishte edhe shumë të arritura të cilët u arritën këto 24 vite, do thotë mos të harrojmë 30 deri në 40.000 administratorë dhe punonjës në institucionet publike shqiptar ishin. Kjo është e falë mundit të qeverisë së tyre të atërshme dhe shumë projekte tjera, krahas atyre vërejtjeve dhe kritikave që i kam thonë edhe atëherë, që edhe sot i përsëris edhe kur jemi në kuadrit frontit bashkarisë, se kë jam krenar me çdo vërejtje që kam thonë karshi funksionimit qeveritar të BDI-s. Dakor, megjithatë shqiptarët gëzohen kur shohin bashkime, zoti Recepi. Prandaj edhe ky bashkim cilësohet si një hap që i kanë tejkaluar edhe interesat e tyre edhe i natet dhe janë bashkuar mbase për një qëllim të cilën ne dëgjojmë në publik në interes të faktorizimit politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë me këto figura që janë pjesë e këtij koalicionit përbërës, të cilët janë një hap drejt shkrirjes së këtij subjekti politik, a vlerësoni se vlen do të jetë një parti konkurrente në kampin shqiptar? E para, edhe kur të shkrijen, vlen nuk do jetë një parti. Do jetë një dëshmitar, po s'mund të funksionojë një parti të ketë 2 lider. Po një parti të ketë ato janë shumë minore, shumë të veçlan skenën politike evropiane. Tash nuk mund themi thashun, ne kemi në Kosovë një parti politike dhe tash do e marrim atë si shembull. Po jo, merre si shembull PDK-n, LDK-n, vetvendosjen, merri shembull partitë e mëdha, merri shembull partitë e mëdha në Maqedoninë e Veriut. Nëse synon të jesh në formën e një partije politike minore, siç është atje, atëherë mos synon të bësh oponent serioz i subjektive të mëdha politike. Por funksionimi me 2 kryetar, posaçërisht në skenën politike shqiptare, posaçërisht në Maqedoninë e Veriut, është më shumë se e kopshme. Kjo është arsyeja pse s'keni mund të merreni vesh ju në zanafillën e marrëveshjeve primare se kush duhet ta udhëheqë. Personalisht unë mendoj që më i thirrur dhe ty të kishe qenë kryetari i komunës Shahirit që udhëheqë në vizion tillë. Ty i bëri një ndryshim, arriti aty ku është, tjerë duhet të thjesht treshtohen pas atij, po ato egot personale që njerëzit nuk mund t'i tejkalojnë veten, pastaj ato krahinore lokale qytetare edhe ato e bëjnë vetën dhe përsëri e keni një shkrirje e cila nuk do jetë shkrirje. Po do jetë një konglomerat i interesave të ngushta të brendshme, me të cilën pasojat do ja shihni ju, ne qytetarët, pas 6 muajve, më shumë se 1 viti. Do jemi dëshmitar gjithë se si do jetë kjo shkrirje në një parti dhe si do funksionojë. Jo ende në fillim nuk është të diskuton për një zëvendës kryeministër dhe një ministër për t'i larguar.
Dhëtë ende akoma së është bo themelimi zyrtar i Vlenit në shkrire dhe ki dy figurat të cilët në Vlen ishin kyqe dhe të cilët tash janë të parët cilët du të japin llogarit të largohen nga Vleni. Të largojnë nga Vleni me sakt. Megjithatë, funksionimi i koalicioneve dhe fronteve është i tillë, zoti Rexhepi. Ju jeni dëshmitar, jeni pjesë e Frontit Evropian. Kur hyt në Kuvend si Front Evropian, keni hyt 18 deputet. Po. Por sot nuk jeni kaq. Jeni 11, 7 deputet më pak, zoti Rexhepi. Jemi 12, po në rregull, është do thotë... Po, çka e sjellli këtë që të kthehemi tek Fronti Evropian? Çka e sjellli këtë rënje të deputetëve në Frontin Evropian? Funksionimi i lirë në bashkim është njëjtë edhe funksionimi i lirë në largim nga një koalicion. Koalicioni Fronti Evropian e kishte një të mirë që kishte njëri që do ta barte atë proces. Tani për qenë korrekt me publikun, sepse këto largimet nga koalicioni Vlen po i cilësoni që vinë në vrazhdën e përçarjeve. Largimet nga Fronti Evropian tani po i cilësoni si diçka pozitive dhe e mirë. Por nuk janë përçarje se ne kemi komunikim të vazhdueshëm edhe me aleancën e Zjadin Selës, po dhe me aleancën e Taravarit në vazhdimisht funksionojmë, do thotë fare s'kemi problem në frontin opozitar që të funksionojmë bashkarisht. Thotë komunikojmë shumë shlirë në këtë funksionim. Prandaj e thash, për dallim me zotin Faqin që nuk keni. Pa fare s'vjen kuvend. Fare s'vjen kuvend, hiç fare, asnjë seancë nuk është pjesë e kuvendit. Cila është marrëveshja e tij, cili është synimi i tij, ai e din më mirë. Atë do e pyetni para pse s'vjen, po megjithatë, edhe po të vijon, nuk kam se prishi raport me asnjë pjesë të opozitës. Do thotë koalicioni Fronti Evropian ishte vendosur që të jetë bartës i interesave të shqiptarëve dhe etniteteve tjera që jetojnë në komunat me shumicë shqiptare për qenë gardian i interesave tyre nesër në jetësimin e këtyre idealeve në kuadër të pushtetit të ardhshëm. Fakti, lufta, shkelja e të drejtave të legitimitetit ndodhi që Fronti Evropian të jetë pjesë e opozitës dhe normal kjo është proces, është më i rënd për të funksionuar, posaçërisht për atë pjesë që 20 e sa vite kanë qenë pjesë e pushtetit, se personalisht unë kam jetuar shumicën e kohës, jam opozitë dhe fare nuk e kam problem. Frymoj si opozitar. Zoti Rexhepi se asesi nuk po dilni nga petko opozitarizmi. Unë siç duket s'është punë fati ose pa fatësie, por është punë e determinimit që unë duhet jem opozitar siç duket vazhdimisht dhe këtë punë e bëj me nxjerrje dhe krenari. S'po i parashikoni gjërat. Jo me krenari e bëj punën e qenurit opozitar për të siguruar jetë më të mirë qytetarëve. Sepse ishte shumë e thjeshtë që të mund të lëvizish ngjajshëm sikur disa të tjerë që e kanë pa interesin personal të ngushtë dhe lëvizjet e tyre nga opozit, kjo ishte çështje shumë e thjeshtë, por asnjëherë s'kam qenë pjesa e atij mendimit politik apo vendimit politik. Fronti Evropian me këto që janë funksionon shumë shëndosh dhe shumë qartë. Unë besoj që në të ardhmen do shihni një front evropian të konsoliduar dhe shumë më fuqishëm dhe me koncepte politike shumë rrënjësore dhe pranvera, besoj që do sjellën ndryshime në skenën politike, kuptohet me kusht nëse kriza globale nuk bën çrregullim edhe më të madh në çdo shtet ku Maqedonia e Veriut do jetë më e prekur se shumë shtetet evropiane. Përmes me tingëllu pyetje ironike me ju pyet që a mendoni që në të ardhmen të jeni edhe nënkryetari i ardhshëm i BDI-s, pyetjen po e shtroj në këtë formë. Ku është procesi i shkrirjes së lëvizjes populli në kuadër të BDI-s, sepse nga i front ka ngelur vetëm lëvizja populli që është akoma në bashkëpunim me BDI. As nuk ka ndodhur, as nuk do të ndodhë. Do thotë çështja e shkrirjes, lëvizja populli është vërtet subjekti i fund politik i fundit i regjistruar zyrtarisht edhe ndoshta edhe subjekti më i vogël në skenën politike, por megjithatë ka trashëgimtar edhe të mit, edhe pasus, edhe kuvendar, edhe aktivistë të cilët me plot dinjitet do e vazhdojnë këtë rrugtim politik edhe gjatë kohë. Asnjëherë nuk do lejohet që të shkrihet, të bëhet pjesë e një subjektit politik, por gjithmonë edhe kështu ka qenë edhe bisedimet edhe në kuadër të frontit, edhe në fillim, po edhe tash të fundit mes mua dhe kryetarit të BDI-s që lëvizja populli vazhdon ose pjesë e koalicionit o vazhdon vetë funksionimin politik, por as që mendohet, as që diskutohet puna e shkrirjes. Dakor. Kur flasim për punën në kuvend, nga ajo që kemi parë dhe ndjekim, ju reflektoni që jeni në mesën e deputetëve më aktiv shqiptar në kuvend,
që i shohim më shpesh duke u paraqitur në foltore dhe në fakt e arsyetoni pozicionin cilin jeni. Në këtë drejtim, çfarë po ndodh sepse ju jeni deputet nga Fronti Evropian, çfarë po ndodh me deputetët e BDI-s? Ju mungon kondicioni apo janë në armë pushim me vëmëror? Do thotë realisht unë po flas për mu. Do thotë jam pjesë e Frontit Evropian dhe kam obligim që spaku atë që e thash më herët, edhe atyri duhet pak kohë derisa ta kuptojnë se të qenurit opozit është çështje e cila do pozita e ulseve definon, edhe determinon, do thot, në momentin që i ullë në pjesën e djathtë, jo opozit dhe të qenurit opozit dush me qenë shumë i zëshëm, karshi gjitha dështimeve të qeveris, pa pas fije frige, dhe jas një pasojë tjetër, por besoj që ka brenda Frontit Evropian shumë të zëshëm dhe me kalimin e kohës do shifni edhe më të tjep. Keni, pavarësisht do se cili që çdo në rasti e kanë ngritur zërin, do thotë e keni koordinatorën e cila vazhdimisht është pjesë çdo seance, çdo komunikimi, çdo drejtimi në frym kësaj dhe besoj që me ardhen e kohës që vjen Fronti Evropian i konsoliduar do jetë edhe më i zëshëm, pasi që edhe shtypjet dhe shkeljet ndaj dignitetit dhe interesave ekonomik, social, gjithë qytetarëve, por në veçanti shqiptarëve, do jetë shumë më i zëshëm në kohën që vjen, kështu që do dëgjon në një front edhe shumë më të zëshëm nga Pranvera. Edhe me kompakt. Pranvera është afër zotë Lexhevi, prandaj do të mbajmë për fjalë. Shumë e vërtetë është. Megjithatë, tani po flasim për çështjet që janë aktuale për të rikthyer pasaj sërish tek aktiviteti juaj në kuvend. Megjithatë, si vlerësoni sot raportet ndëretnike në Maqedoninë e Veriut, sepse vërtet gjatë një periudhës së fundit të qeverisjes BDI-LSDM, raportet ndëretnike reflekton se vërtet kanë qenë më të relaksuara mbase se sa janë sot. Por nga prizmi juaj, si vlerësoni ju këtë situatë? Njëjtë, si e vlerëson gati se çdo qytetar që takoj unë qatë përditshmërisë time. Do thot është bë ajo që është arrit që të krijohet gjatë 24-5 viteve të fundit. Edhe është bë për një kohë shumë të shkurtë. S'duhet shumë filozofi. Mjafton që të shihni ju e fundit, do shkojmë nga fundi. E drejta e studentëve për dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Do thotë, kjo e drejtë mund është të zgjidhet pa në heshtje Ministri i Drejtësisë do formonte një akt nënligjor, një komision do mundëson të studentëve shqiptarë që të vijojnë provimin edhe e jurisprudencës edhe në gjuhën amtare dhe thjesht nuk ishte pjesë e skenës edhe teatrit të prishjes marrëdhënieve ndërretnike. Por ai dëshironte që të prishe marrëdhëniet ndërretnike. Të njëjtën gjë e bën edhe Ministri i Arsimit me deklaratat e tyre të përditshme. Të njëjtën gjë e bën edhe kryeministri, edhe ministri i administratës, po edhe ministri i punëve të brendshme. Do thotë ata e kanë fjalorin e tyre të përditshëm që të merren me çështjet etnike. E dini pse? Sepse VMRO-ja në mëngjes bën anketë, në mbrëmje bën anketë. Dhe anketat e tyre ndryshojnë varësisht prej fjalorit të politikës ditore që ata e mbajnë. Do thotë atyre u intereson vetëm përqindja e interesit të qytetarëve për anketën e tyre dhe çuditërisht për to më së miri u ka dalë kur merren me shqiptarët, me drejtat etnike të shqiptarëve, me drejtat kushtetuese ligjore të shqiptarëve, më pjesa lindore e maqedonasve përkrajnë më shumë një subjekt politik. Kështu që e kanë mësuar ato këtë recetë dhe duke shtypur, duke rënë mbi kurrizën e të drejtave të shqiptarëve, ata përfitojnë rrjedh shumë nga votuesit e tyre pikë politike. Është në rregull kjo. Për kohën aspektin afatgjat, për kohezionin ndëretnik, për mirëqenien ndëretnike është shumë e damshme. Është dashur 24 vite që gradualisht krijohet një situatë ku shqiptarët edhe maqedonësit të jenë të ndiejnë veten se janë hisetar në këtë pushtet. Dhe brenda 2 viteve keni prishje edhe me një vijë shumë të shpejtë. Ju shihni në çdo takim sportiv shqiptarët ofendohen pavarësisht kush me kalu. Kështu s'ka qenë në kohën e qeverisë më parshme, sepse kishte mjete ndëshkuese, masa ndëshkuese. Jo, kështu ka qenë kohën kur BDI ka qeverisur me VMRO. Po, pikërisht. Po, atë që e them unë do thotë. Ajo e njëjta VMRO që ishte atëherë është e njëjta që intereson rezultati i anketës, nuk intereson gjendja reale në Maqedoninë e Veriut. Do të thotë kjo VMRO është e njëjtë, po problemi është që
Kjo VMRO duhet që ta ketë një partner shqiptar i cili do mbroje me dignitet interesin kombëtar të vetin. Dhe nëse gjatë safe city nuk përdoret dygjuesia, nuk mund kemi në të lejojmë të bëjmë tallje me gjuhën shqipe. Thjesht unë si pjesë e pushtetit do e kisha ndaluar që të vazhdojë të jetë sot ligji për punën e safe city pa pas dëgjuesi, ose të hapet një pjesë e autostradës Kërçov-Orës të rrugë dhe gjithë sinjalizimi të bëhet me një gjuhësi. Kujt i pengon të jetë dëgjuesia dhe kujt i duhet kjo shkelje ndërretnike, kujt i duhet thjesht çau pengon Maqedonasve nëse në çdo tabel përveç Maqedonisë shkruan edhe gjuha shqipe. Pse s'u pengon gjuha angleze? Pse duhet të pengohet gjuha shqipe? Do thotë, kjo është ai ushqimi i përditshëm që VMRO-ja dhe qeveria u jep votuesve tyre, duke krijuar urrëtitjen ndaj shqiptarëve dhe kuptohet nëpërmjet kësaj urrëtie ata kanalizojnë për krajën e vet tek pushteti atje sepse nuk kanë fuqi ekonomike. 2 miliard euro duhet paguën vitin 2026, do të ke deficit buxhetit, nuk kanë fuqi rrugtimit shëndosh politik, Bashkimi Evropian e ka bllokuar Maqedoninë e Veriut për shkak mos ndryshimeve kushtetuese dhe ky bllokim do na kushtojë shumë tepër, ja thash, edhe në kuvend, po nuk e vreti kryeministri. Po, zoti Rexhepi, ne do të flasim edhe për këtë pjesë. Megjithatë, mesjerash kur ju pyeta për çështjen e harmonisë ndërretnike në vend, ju e filluat me provimin e jurisprudencës që përdoret si shkas nga Ministri i Drejtësisë për ta prishur këtë harmoni. Megjithatë, nga koalicioni vlen partner shqiptar në këtë përbërje qeveritare, e justifikojnë këtë me mungesën e përgjegjësisë së BDI-s, pra e vlerësojnë se BDI ka qenë pa përgjegjshme gjatë mandateve të tyre dhe nuk e kanë realizuar që me gjasa tani është rradha e këtij koalicionit që këta ta përmbushin këtë drejt. Si do e përmbushin ato? Si do e përmbushkan? Me thënien e kryeministrit se duhet një ligj i ri, po jo, nuk ndodh ligj i ri në efektin e të pasurit një vendim rregullore kushtetutë, do thotë është rregullim kushtetutë përdorimi i gjuhës shqipe dhe ke ligj për përdorimin e gjuhëve që nënkupton edhe gjuhën shqipe. Kjo është absolutisht nuk ka nevojë asnjë ligj. Imagjinoni, pyetja ime drejtuar kryeministrit ishte ati u duk provokative, po ishte shumë e sinqert. Ja ofrova ligjin për provimin e jurisprudencës dhe kërkova urdhno ma gjenë ku shkruan që duhet jetë në gjuhën maqedone, jo shqipe. Ku shkruan që duhet jetë në gjuhën maqedone? Nuk shkruan. Asnjë ligj, në asnjë provim tjetër në Maqedoninë e Veriut nuk shkruan se duhet jetë gjuhën maqedone. Pse nuk shkruan? Sepse kjo nënkuptohet se mbas kushtetutës, se gjuhë zyrtare gjuha maqedonase dhe mbas ligjit për përdorimin e gjuhës maqedonase. E thjesht. Po pse atëherë të mos vlejë njëjta rregull, lex specialis edhe për njërin edhe për tjetrën. Do të edhe gjuha shqipës, gjuhë zyrtare në kushtetut, po edhe me ligjin për gjuhët është pjesë zyrtare në çdo provim përfshi dhe këtë jurisprudencës. Nëse vleni, konsideron që BDI-ja nuk e ka bërë, këtë rregull është. Pse t'ja do dush gjithmonë të arsyetojsh veten me atë që a e ka bërë BDI-ja ose jo, sot ti je pjesë e pushtetit. Ti duhesh të jepsh llogari për veprimet e tua politike dhe ti duhesh kujdesesh për student të cilët janë në prag të dhënies së provimit të jurisprudencës. E thjeshtë është kjo. Nuk duhet presim në ligj të ri, ku në ligj do të shkruaje bile kryeministri shkon edhe më tendencios, thotë përveç shqipës do e futim gjitha gjuhë tjera. Do thotë shifre, kjo është e pjesa psikologjike që e zbulon veten me një fjali. Ati dhem që t'jetë pikërisht, ati dhem që në Maqedoninë e Veriut janë dy popull shtetëformues. Janë shqiptarë dhe maqedonasit. Gjithë tjerë janë pop minoritete. Do thotë, ati dhem figuron kushtetutën e Maqedonisë së Veriut ku gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut janë vetëm dy gjuhë. Gjuha maqedonase dhe gjuha atyre që flasin 20%. Unë nuk e kam bërë këtë kushtetut. E kanë bërë njerëzit të cilët kanë pas guximin t'ja tregojnë forcën atyre të cilët kanë shkel drejtat shqiptare. Por megjithatë, në momentin që ekziston kushtetuta, në momentin që ekziston ligji i përdorimit gjuhëve, dhe atëherë s'kemi ne pse ta definojmë më tutje. Po të është e thjesht, shqiptarët dhe maqedonasit janë popull shtetëformues dhe të barabartë në shtet. Mjafton i nderuar ta kesh logjikën prej gjysës Kumanovës, Polikov, Haracin,
Gjyse Gazibabës, Butel, Çajir, Saraj, deri në Strug dhe Dibër, ti ke Shqipën dhe shqiptarët shumicë absolute. Dikun vi ajrore të mbi 300 kilometre. Edhe me ndonë që mund dikush tallet edhe të luje me drejtat etnike të shqiptarëve me gjithë këtë vi të shumicës kombëtare, atë janë të vetëdijshëm. Pyetja është pse Vleni nuk është i vetëdijshëm me këtë fakt. Dhe Vleni duhet të jetë ai i cili kushton për çdo veprim pushtetin edhe duhet dëshmoje se është hisetar i mbrojtjes drejtave të etnike të shqiptarëve. Kjo tingëllon bukur për ta dëgjuar, mirë po arsyetimi i mosveprimit të tyre është ky. Nuk mundemi të kushtojmë më shumë se kaq, për shkak se BDI po qëndron pas derës së qeverisë. Këtë kanë thënë publikisht. Po edhe publikisht e ka thënë edhe kryetari i BDI-s edhe gjithë ne nuk bëhemi në asnjë rast pjesë e këtij pushtetit që është tash pas zgjedhjeve para zgjedhjeve parlamentare. Po praktikisht kështu është situata, zotëri Xhepi. Ato e kanë arsyetim e kam për të arsyetuar dështimin e tyre karshi qeverisë. Ti mbajnë arsyetimit e tyre, megjithatë nëse BDI dhe ju si Front Evropian dhe AKI keni deklaruar që nuk bëheni pjesë e qeverisë dhe nuk keni nevojë për hyrje në qeverinë atë fort, pse u dash që zoti Ahmeti të përgjigjet pozitivisht kërkesës zotit Mickovski në takimin e parë që e thirr me liderët. Do thotë bëhet fjalë, ju vazhdimisht si opozitë e bëni punën tuaj që akuzoni çastjen selektive dhe poshtruese të kësaj qeverie dhe këtij kryeministri kundrejt shqiptarëve. Ju vazhdimisht akuzoni që gjithë ministrat shqiptar përdhosin shqiptarët. Ndjes, gjithë ministrat e VMRO, DBMNES dhe të Znamit kanë çastje selektive ndaj shqiptarëve. Dhe në këtë drejtim, pse u dash që zoti Ahmeti të shkojë në atë takim, në takimin e parë që e thirr kryeministri Vendit të përgjigjet pozitivisht pikërisht personit që shkel këtë popull. Pse mos me shku shembull bisedimet brenda interesave shtetërore, pse duhet mos e marrë pjesë? Do të si duhet ne të artikulojmë interesin tonë nëse mungojmë nga pjesëmarrja atje? Kryetari i BDI-s ka shkuar pjesë. Ka bërë edhe Vleni, ata thonin pse mos me hyn qeveri. Tani ju po thoni pse mos me shku në takim. Takimet në të cilën pjesa kryesore, qëllimi kryesor i takimit e dini ju shumë mirë cili ishte. Qeveria teknike, anulimi i qeverisë teknike, kodi zgjedhor. Do thotë kodi zgjedhor, do këto çështje do duhet nesër të vinë kuvend. E pse ne mos ta japim hisën tonë të angazhimit tonë si koalicion edhe në takimin e liderëve ku të kërkojmë që thjesht në ndryshimin e kodit zgjedhor, po, do hekim qeverinë teknike me kusht. Kodin zgjedhor e bëjmë një njësi zgjedhore, e bëjmë prag 5% listat hapura. Do diskutojmë edhe për kodin zgjedhor. Po, arsyeja e takimit. E dyta, pjesë e dytë që është dash që ka mbet në takim të radhës diskutohet, është kemi badenter në qeveri. Kemi në zgjedhjen dhe votimin e qeverisë. Kemi badenter në gjykatën kushtetuese. Këto janë kushtet tona, këto janë vijat e kuqet tona. Gjykata kushtetuese e hodhi këtë kërkesë. Nuk varet kjo për gjykatës kushtetuese, kjo varet për kuvendit. Në moment që kuvendi me 2/3 e voton një ndryshim tillë ku gjykata kushtetuese duhet të ketë me badenter ti vendoset çdo propozim ligj, çdo ligj që vjen me badenter, ato s'ka kompetencë më gjykata kushtetuese në këtë rast. Mirë, prandaj kjo është arsyeja. Cila ka qenë arsyeja e një nevoje një takimi tek a tek zoti Ahmeti me zotin Mickovskin? Për çdo pika. Tek a tek, pse jo në tavolinë? Po, zoti Ahmeti e ka thënë publikisht. Jo, po, do të pikërisht këtu, takim që kanë pasur ka qenë shumë para takimit të liderëve. Edhe pas këtij takimit të liderëve, sërish, jo nuk ju e dini a ka pas, u tha që duhet ketë, s'ka pas takim. Duhet ketë. E pse duhet ketë? Pikërisht për këto pika. Po pse këto pika mos më u diskutuar në tavolinë të përbashkët me liderët? Po njëjtë është do thotë. Po nuk është për ne. Ndryshe është një takim, ju këtë dini më mirë se ti Xhepi. Ndryshe është tek a tek, ndryshe është kur janë prezente edhe të tjerë. Për ne si front do të është mjaft e rëndësishme që këto vijat e kuqe të thuhen, atë thuhen në 4 sy, atë thuhen në prezencë të 10 njerëzve tjerë, fare nuk është me rëndësi. Me rëndësi është të arrihet një dakordim që vijat e kuqe të cilët ne japim të jetësojmë. Kjo është derisa e thot kryetari i BDI-s, derisa e thojnë gjithë kryetarët e gjithë frontit dhe AKI-s që nuk bëhemi pjesë e kësaj qeverie, pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, çfarë duhet më tepër në bën nuk e kuptoj. Do të duhet ta kenë qartë edhe ata të Vlenit që nuk mund të fshehin dështimet e tyre mbas kësaj. Sepse publikisht është thonë që Fronti Evropian edhe AKI-ja
do thot që i bie edhe Aleanca e Taravarit, nuk bëhen pjesë e kësaj qeverie para zgjedhjeve lokale, para zgjedhjeve tashme parlamentare. Çfarë duhet thet më tepër? Le të vazhdojnë ata, le të jenë dinjitetshëm në funksionimin e tyre dhe mbrojtjen e vlerësimeve tyre programore, pa pas frikë që dikush u rri pas deri. Por këto ata kanë vetëm arsye tim për të mbuluar dështimin e tyre nderum. Do të thotë dini edhe ju që është e logjikshme kush e ndal Vlenin që nesër t'ju mundsoje ta urdhëroje ministrin e drejtësisë, e thashë edhe një shovenist të keq, të ult, të poshtër, që ta urdhëroje atë, ta formoje me akt nënligjor, me një vendim të vetëm këtë bën ministri i drejtësisë, ta formoje një komision prej profesorëve shqiptar, të cilët, po mund t'jenë edhe Maqedon që din gjuhën shqipe, fare nuk është ajo diskutabile, prej atyre cilët e njohin gjuhën shqipe që studentët shqiptar t'jenë pjesë e kësaj. Po çfarë bën Vleni? Vleni vetëm përkthen deklaratat e Mickoskit. Ishit ju dëshmitar, kur tha që unë s'kam asgjë, kryeministri tha që unë s'kam asgjë që të batë provimin jurisprudencës në gjuhën shqipe, atë ditë u vërshu në rrjetet sociale me deklaratat e zyrtarëve, ja ne e bëm. Një ditë mas, 2 ditë mas, kur kryeministri thot që jo duhet ligj i ri, a më zvall keni ndëgju një deklarat vetëm gjatë gjithë kësaj kohës, 2 javë, 3 javë, sa u banën nga zyrtarët e Vlenit për ligjin për provim. Urdhëroni, nëse keni dëgju, ma tregoni, më demantoni. S'kan guxu të merren fare me ligjin për provimin e jurisprudencës, pse? Sepse kryeministri e ka thënë do të ketë ligj të ri. Edhe tash thot duhet vetëm ta përkthejnë atë, po nëse përkthejnë, i hajmë fjalët e veta që i thanë ditën e njëjtë kur dha deklaratë kryeministri. E kuptoni se deri kush kanë deklaruar vetëm që ka pas 7 ministra shqiptar të BDI-s që nuk e kanë bërë. Po, ato dolen me triumfalizëm dhe thanë që ne e bëjmë këtë. Se tha kryeministri, ato vetëm e përkthejnë deklaratën e tyre. Edhe tash nuk po guxojnë ta përkthejnë që duhet ketë ligj i ri. Imagjinoni, ligj i cili përsëri do shkojë në Komisionin e Venedikut. Edhe Komisioni e Venedikut do kthehet pas një viti dhe kuptohet që këtë vit student do e humbi të drejtën e tyre të në gjuhën e tyre amtare të garantuar me kushtetut, me ligjin për përdorimin e gjuhëve, që të me gjuhën studentët shqiptar, pra grupi organizativ, janë në proces të organizimit të protestave dhe nga ajo që jemi të informuar, do të protestoj dhe nuk do të lënë me aq vetëm si në nisën fillesare pa fond. Por i kthehemi tek ajo çështja që përmendet me sjera që ka qenë edhe temë diskutimit në takimin e liderëve, ndryshimet në kodin zgjedhor. Në paraqitjet tuaja publike, zoti Rexhepi, keni deklaruar që jeni për një njësi zgjedhore, vetëm nëse mundsohet që në secilin vendvotim në tërë territorin e vendit ka një komisioner shqiptar dhe të tjerë mund të ketë maqedonas. Ky është kushti sipas jush. Mirë, po BDI parimisht u pajtuan nga ai takim që është për një njësi zgjedhore. A e ka transmetuar zoti Ahmeti kushtin tuaj në takimin e liderëve? Sepse nga BDI nuk e kemi dëgjuar këtë kusht, por nga ju po. Në takim ka shkuar me konsultim para prak që bëm ne, që pjen ato vija të kuqe pa i diskutu detajet. Thot punën e detajeve nuk e ka transmetu sepse nuk ka qenë pjesë e diskutimit. Pikat e kuqe kanë qenë një njësi zgjedhore me prak 5%, me listat hapura, pastaj gjykata kushtetuese e Badenter, zgjedhja e qeverisë e Badenter. Këto kanë qenë vijat e kuqe me të cilën kryetari i BDI-s ka marrë pjesë atje. Po të kishte gatishmëri që të ulen diskutohet për njësi zgjedhore, pastaj vinë detajet. E një prej detajeve kyçe është kjo që unë e kam thënë edhe publikisht që nuk mund të imagjinojmë apo të lejojmë subjektet politike maqedonase që tallen në përfaqësimin e votave shqiptare duke i nda votat e tyre Maqedonisë Lindore. Kjo është e thjeshtë. Për një qeveri që do të ketë zgjedhje ferë dhe demokratike është punë shumë e thjeshtë. Atë e bën KSZ-ja me përzgjedhjen e administratorëve nga gjithë pushteti dhe thjesht në çdo vend votim cakton 3200-300 sa janë në vend votimet në nivel Maqedonisë, e cakton spaku tjetë me rregull, pjesë ligjore, spaku një shqiptar dhe një Maqedon, pastaj tjerë kush do le të jenë komisioner. Jo vëzhgues. Vëzhgues që delegon partia politike. Do thotë KSZ-ja në koordinim me qeverinë t'i caktojë gjithatë nëse dojnë zgjedhje ferë dhe demokratike. Në kësi rasti jam i bindur që në Maqedoninë Lindore në asnjëherë nuk dalin ato vota që dalin vite me radhë në të kaluarën.
Pa, keni dyshime që aty bëhet keqpërdorim? Absolutisht, po kush i pengon ato? Kush do e pengoje nesër ata që janë dy subjektet politike maqedonase dhe e shohin që me njësi zgjedhore e ka arrit një përqindje të caktuar cili do subjekt politik shqiptar, me rritjen ndarjen e votave të mbetura, ata e rritin përqindjen e tyre dhe ulin përqindjen e shqiptarëve dhe çka ndryshon edhe numri balancit të deputetëve. Prandaj ne këtë kërkojmë. Pra i bie që praktikisht Fronti Evropian këtë rast AKI nuk është për një njësi zgjedhore, sepse vlerësoni që VMRO DPMNE do ta pranon këtë kushtin tuaj? Nëse do një njësi zgjedhore do e pranoje. Nëse do zgjedhje fer demokratike do e pranoje, çfarë i pengon? Cili do ishte arsyetimi VMRO-s pse mos tjetë kështu? Në moment që ju dyshoni në një veprim timin edhe kërkoni mekanizëm mbrojtës, edhe nëse veprimi im është i pastër, mund asgjë nuk më pengon, ta kem mekanizëm mbrojtës tuaj. Kështu duhet të reflektojë qeveria. Nëse ne shprehemi dyshim që partitë politike maqedonase në pjesën lindore të Maqedonisë së Veriut do ndajnë votat e tyre dhe do bëjnë keqpërdorim sistemit zgjedhor, ju mendoni si qeveri që nuk do ndodha ashtu dhe nuk guxon ndodha ashtu, atëherë urdhëroni, na plotësoni kërkesën dhe nuk është e dhëmshme. Le të jenë një komisioner shqiptar dhe një maqedon në secilin vend votim, edhe kemi zgjedhje drejt dhe fer pastaj. Mes tjerash në mesën e fjalimeve që keni mbajtur në kuvent zoti Rexhepi, ka qenë një prej fjalimeve që mori edhe jehoni ishte çështja kur keni folur për pagat dhe për mundësinë për ta bërë vërtet një shtet social. Pra keni folur për balancat sociale që pagat e deputetëve të ulen, pra mos ketë paga më të larta të funksionarëve se 60.000 denar, dhe pasaj pagat e deputetëve të ulen dhe po aq sa ulen pagat e deputetëve të rritet paga minimale, sepse keni thënë që mjaft më me populizëm. Mirë po kur merr dhe analizon këtë fjalim në detaje, për nga aspekti përmbajtësor, a i bie që edhe kjo është populizëm, se zakonisht populli jonë, duke pas parasysh i gjithë populli pa dallime etnike, është në bazë të matjeve që bën, pra një pjesë dërmuese janë në prag të varfërisë ekstreme. Dhe kur i prekim në paga, do thotë kur bën një kërkesë të tillë një deputet, që tulen pagat tona, aq sa ulen të rriten, duke theksuar edhe gjendjen aktuale të buxhetit vendit, sa është e mundur kjo gjë? Për qeverinë e cila dëshiron të ketë shtet me ekonomi stabile dhe sociale, është shumë e mundshme. Do të mos harroni, ulja e pagës së funksionarëve ushtri si kërkesë për të theksuar që ka diskrapancë dhe dallim me pagën minimale. Kjo është tema e diskutimit. Pjesë e qeverisë, arsyetimi i qeverisë. Në rregull, unë jam dakord. Po nëse duam të krijojmë shtet social, kështu krijohet shumë e saktësh me një pagë minimale, 24.600 denar, nuk mund të jetojë një familje 2 antarëshe, jo 4 antarëshe. Gjithë jetojmë këtë vend. Po, duke parë për basë shporta sindikale minimale është 70.000 denar. Pa e krahasu shportën sindikale, ne e krahasojmë jetën tonë përditshme. Secili prej nesh e din se me sa mjete e kalon muajin e vet. Edhe duke pa këtë realitet, jemi të vetëdijshëm që kjo rrogë minimale për 2 antarë është e vogël. Edhe tash nëse qeveria pretendon që është për interesin e rrogës minimale, pa fije dileme, sot e thom, betohem, sot e thom edhe fije nuk pendohem për thanjen pa mendu asnjë grimës populizmi, ajo ishte deklarat ndaj qeverisë, jo ndaj qytetarëve. Urdhëroni, nëse dëshironi të keni një sistem të mirë, ekonomik dhe social, urdhëroni këtë përqindje mbajeni. Rroga më e madhe në Maqedoninë e Veriut le të jetë 60.000 dinar. Edhe funksionarëve dhe të punësuesve në çdo institucion shtetëror dhe çdo institucion publik, mos ketë 170.000 dinar, 150.000 dinar ndërmarrje të ndarë që kanë vlerë më të madhe në kuadër të shtetit, mbi 100.000 dinar kanë rrogën punëtorët, nuk flas udhëhecit. Edhe pastaj mesatarja e dyre ju del kur i krahasojnë ato 130.000 dinar rrogë me rrogën 24.600. Me mesatare nuk jeton askush, pa jeton me minimalen. Kështu që shumë sinqerisht e thash, nëse shteti dëshiron që ta stabilizojë në aspektin social vendin e vet, ky është mekanizmi më i mirë. E ban në mënyrë ligjore, rrogë më të madhe mos ketë Maqedoninë e Veriut se 60.000 dinar, dhe pastaj rroga minimale ta rrihet dikon deri në 40.000 dinar, 37.000 dinar, dhe kemi një shtet social i cili mos zgjatet përjetësisht.
Mjafton në të ndodhe 5 vjet deri në 10 vite, sa të stabilizohet gjendja ekonomike në gjithë sferën e shtetit, pastaj ne përsëri mund të diskutojmë për ndihma apo koncepte tjera ekonomike, por duhet një të stabilizohet nëse promovon sistem social, kështu mbahet sistemi social. Gjermania pas luftës së dytë botërore me kushte minimale ka njëtuar gjithë shteti për ta ngritur shtetin e vet. Por kanë qenë barabartë. Nuk ka pas diskrapancë ekonomike. Gjithë janë angazhuar për ngritjen e shtetit. Urdhno, nëse qeveria dëshiron që ta ngrisim, ta stabilizojmë aspektin social, që them përsëris unë do thotë, nëse qeveria dëshiron të kemi shtet stabil në aspektin social, mos shohmi prind të cilët kanë problemet e tyre financiare për t'ia dhënë një ushqim fëmijëve të tyre duke që të shkojnë në shkollë. Gjithë kemi fëmijë. Gjithë e dim se si është ndjenja e prindit në mungesë të aspektit financiar për një gjevrek dhe jogurt, do të diçka minimale, një simit, një diçka qish minimale, ta kesh i kufizuar. Pse? Për shkak se me rrogën minimale nuk e arrin asat dot. E mos flasim për çështje tjera. Kështu, në moment që çdo njeri, qoftë qeveritar, qoftë afarist, qoftë gazetar, qoftë politikan, para se ta jep një deklarat, le të provojë të futet në lëkurën e atij për të cilën po diskuton. Në moment që futesh lëkurën e tij, ti do jesh shumë ndryshe me vendimarrje, sepse do mundohesh ta përjetosh të ndjenjë tillë. Këtë kërkuan nga deputet. Gjithë, për çdo njerin. Urdhë ta provojmë gjithë me rrogë 24.600 dinar, a do mund ta përballojmë muajin. Urdhë ta provojmë në gjithë. E nëse s'mund ta përballojmë, atëherë ta kuptojmë se si jetojnë gjithë ai lum i qytetarëve me atë rrogë minimale. Unë kam folë shumë sinqerisht, sepse këtë qëndrim e kam pas edhe më herët edhe vazhdimisht dua ta kem, fare nuk bëhet vonë. Le të jemi të barabartë. Le të jemi të barabartë në funksionim nëse dëshirojmë një shtet shëndosh social. Mes tjerash keni akuzuar edhe ministrin Stojlković për politika ruse dhe serbe që po aplikon në Maqedoninë e Veriut. Kush në të vërtet po e fuqizon dhe po qëndron pas këtij ministri, zoti Rexhepi Sipasiush? Kush tjetër jashtë qeverisë? A mendoni që mundet ai të bëhet shkaktar i një raportit nga Bashkimi Evropian ku flitet për ndikimin rus këndej? Do thotë në moment që nga raport nga Bashkimi Evropian flet për ndikimin rus, nëse ti sepse keni folur edhe për përjashtimin e të punësuarve ti si kryeministër e din që është shkaktar pikërisht ministrin fjalë, edhe ti nuk vazhdon të merresh masa, e bie që ti je pjesë përbërëse e saj, po e ka shumë më lehtë. Në një ministrit e cila është obligative, obligueshme të merret me raportet ndëretnike, sistemimin e marrëdhënieve ndëretnike, ai merret me të kundërtën. Prishjen e marrëdhënieve ndëretnike gjithmonë kurrës shqiptarëve. Imagjinoni, i kemi pa gjithë kemi qenë dëshmitar, kam komunikuar edhe unë me administratorë, i kam takuar, nuk kam ndesh të bëhem të keq përdori fatkeqësinë e tyre për të bërë pjesë e rrjeteve sociale, por kam ndesh që në kuvent tua them hallet e tyre. Jetojnë ka 14-15 njerëz me një zyre pa asnjë përgjegjësi. Asnjë përgjegjësi, askush nuk i sistemon ata në për administratë në vendit ku kanë aftësitë e tyre profesionale. Ashtu i ka gjetë Stojlković apo ashtu kanë qenë? Jo, kanë funksionuar. Vetë se keni kontaktuar. Ato kanë funksionuar, kanë pas përgjegjësitë e tyre. Tash ai ka grumbulluar aty, nuk ka përgjegjësi. Kjo ministri është përgjegjëse për të punësuarit të sistemojë kështu konform ligjit në vend. Gjithkund ku duhet. Varësisht shkollimit. Varësisht për nevojës. Secili çfarë ka aspektin profesional, do sistemosh ku dush, pa ai nuk don. Ma mirë ti kesh grumbull aty, edhe pastaj njerëzit tërë ditën s'kan që as nuk i lejon televizin, do të paraqiten mëngjes, të rinë deri në mbrëmje dhe pastaj i suspendon nga dëshira yte dhe në moment kur edhe vendimi vjen i organeve komisione përkatëse për t'i kthyer në punë, ti përsëri vazhdon me të njëjtin suspendim. A mendoni kjo bëhet pa lejen e kryeministrit? Jo, kjo është vegle e kryeministrit për marrëdhëniet ndëretnike, sikur që janë ministrat e znamit. Vegël. Ata prishin marrëdhënie ndëretnike, ky del që si një premtues i madh, siç ishte edhe rasti me punën e Gurthemelit për Nën Terezën, do të po megjithatë ne sërish duhet të kthehemi derisa ju sërish fajin kryesore e hedhni te kryeministri. Kryeministri ndodhet në një situatë shumë të relaksuar derisa sipas jush koalicioni vlen heshtin, në anën tjetër partitë shqiptare në pushtet pra heshtin, në anën tjetër partitë opozitare shqiptare me zipresin një thirrje nga po ky kryeministër. Jo, një takim vetëm ka pas.
Po ju thatë që do të ketë edhe takim të radhës. Jo, nëse kanë edhe takim do jetë publik. Po, do jetë publik edhe takim, edhe 8-8. Edhe 8-8 do jetë publik, nëse ka thirrje do jetë publik. Gjithmonë pa fije frige me plot vetbesim do i thuan vijat e kuqe tonët. Rrugtimi drejt Bashkimit Evropian, kjo është kërkesë e gjithë faktorëve europian karshi frontit europian. Do të gjithë shtetet europian, zyrtarët europian, takim me pjesëtarët frontit europian kërkojnë që me çdo kusht ndryshimet kushtetuese të bëhen të parat, që pastaj çdo pjesë e hisës në qeveri kështu të ndodhe. Edhe ky zotim është dhënë edhe karshi atyre, që në asnjë rast nuk bëmi pjesë në një qeverie as pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare nëse nuk janë zgjedhjet ndryshimet kushtetuese. Kjo është qëndrim. Koalicioni Vlen nuk e respektoi këtë gjë, nuk e dim nëse edhe BDI apo AKI do ta respektoj këtë. E ka domosdoshmë. Unë nuk bëhem pjesë e një koalicioni i cili parimet e thana publike i ndryshon pastaj. Dakor. Jemi në fund, zoti Rexhepi, megjithatë ngurthemeli për ndërtimin e kampusit të ri universitar në Tereza me investim prej 40 milion eurosh u hodh javën që lan pas. Merite kujt është kjo? E para unë kam votu themelimin e këtij universiteti, kam qenë deputet në kohën kur është votu, ka qenë projekt i mëhershëm, por radha që ne si deputet ta përkrajmë, e kemi përkra, dhe çdo hap ngurthemel për çdo institucion që bëhet tek ne duhet përshëndetur. Dhe duhet jemi objektiv dhe të përshëndesim çdo hap që është në dobi të qytetarëve, por më shumë në dobi të atyre të cilët kanë qenë shtypur dhe diskriminuar dekada me radhë. Por pyetja është, a do bëhet ky objekt shumë shpejt? Nëse kemi parasysh sipas afateve janë nëse kemi parasysh 2 pika. Një, teatri Tetovës, i cili që 12 vite çalon çdo vit me nga një buxhet minimal, teatr flasim, nuk flasim për kampus universitar, dhe ne kemi nëse kemi parasysh edhe autostradën Shkup-Blace, i cili gati 20 vite zvaritet. Nëse kemi këto dy parasysh, a do bëhet më një nënon premton 40 milion euro, ndërsa shohën në buxhet vjetor vetëm 900.000 euro, që i bie me këtë radhitje, i bie edhe 40 vjetë e fundit, 20 vitet e fundit të vije, a në anën tjetër, sipas informacioneve që dalin, nga buxheti për korridorin 8 do të shkurtohen dikon 280 milion euro. E tashti, ku është logjika e qenurit pjesë e kësaj qeverisë? Të premton 40 milion euro, të jep vetëm 1/40 e saj, a në anën tjetër të shkurton 280 milion euro nga projekti i cili është më i rëndësishëm i gjithë shqiptarëve. Po edhe vendit, por për shqiptarët është më i rëndësishëm sepse i prek gjitha vendbanimet shqiptare. Edhe ai ti shkurton këto. Ai ma tregoni tash kush baraspesha, pikërisht kush baraspesha logjike këtu. Ku ka baraspesh këtu? Jo, ata presin në ribalancin që të pritet bëhet brenda vitit që të jepet edhe pjesë tjetër e buxhetit të dedikohet për UNT, sepse këtë temë kemi diskutuar këtu me prorektorin për financa nga UNT. Do jeni dëshmitar edhe ju. Ja të regova 2 pika, edhe teatrin e Tetovës edhe autostradën Shkup-Blace. Do jeni dëshmitar që dhe kjo do zvaritet njëjtën frymë. E përshëndeta unë në fillim, por duke e ditur rrethonat e funksionimit politik të qeverisë, do jeni dëshmitar që as që do bëhet, as që do ketë mjetet mjaftueshme për realizimin e saj. Ju, zotë Rexhepi, jemi krejt në fondë për ta përmbyllur me këtë. Pra, me gjasë keni qenë deputet dhe keni përjetuar kohën e punësimeve me mekanizmin e balancuesit. Dhe tani jemi në një situatë ku kjo çështje ka ngelur pezull në pritjen e ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat. I bie që ka qenë dhe është më mirë me balancuesi me gjitha ato tmeta që kishte apo kështu si është sot? Ky ligj nuk vlen asgjë as për nxënësit e shkollave fillore, të ju e kam thonë. Po. Edhe vazhdoj ta them atë dhe e kam thonë edhe në pyetje kryeministrit, edhe s'kishte mundësi të përgjigjet. Sepse nuk ke mekanizëm me të cilën do ta kontrollosh përfaqësimin e drejtë adekuat. Balancuesi, ashtu çfarë ishte? Ishte shumë më i mirë sepse megjithatë keq përdore nga një pjesë e qytetarëve, qofshin Maqedonas, qofshin shqiptar, megjithatë u arrit një numër i madh i punësimeve. Nuk mund ne për një lëshim të gjithë sistemit ta djegim sistemin, por gjejmë mekanizëm ta shërojmë.
Kishte mundësi Ministri i Drejtësisë atëherë, që ishte pjesë e Krenar koalicionit, dha propozim që certifikatet e lindjes shkruaje pjesë përkatësie etnike dhe kujt i pengonte kjo? Gjatë punësimit, gjatë aplikimit të punësimit, jep edhe certifikatën e lindjes. U hodh Edhe ishte poshtë nga thjesht, gjykata po u hodh poshtë pikërisht për shkak se ata e dinin që do e hedhin poshtë edhe balancusin. Ata kanë qenë pra vlerëson plan më afatgjate. Absolutisht ato kanë qenë njëjtë sikur që janë ndaj gjuhës shqipe. Edhe do jeni dëshmitar se ata do sakatojnë gjuhën shqipe me vendimin e ardhshëm që do vihet mos dash Zoti, do jeni dëshmitar edhe ju, por megjithatë mos dash Zoti ta bëjnë ashtu çfarë flitet në kuadër gjykatës kushtetuese, sepse ata dëshirojnë që me të vërtetë ta cungojnë këtë ligj, ta sjellën deri në pozicion që të vijë qeveria, të kërkojnë nga qeveria të vijë me një ligj të ri. Por zoti Mexhidi ju ka thonë shqiptarëve rrini rahat sepse kjo punë. Po de para ju ka thonë shqiptarëve tash edhe aktivistët vetë s'mund t'i punsojnë. Do thotë ju largohen aktivistë sepse premtimet që u kanë dhënë s'mund t'i punsojnë. S'mund t'i mbajnë premtimet as për pozicionet e ulta që u kanë premtuar atyre. Pse s'mund t'i mbajnë? Sepse nuk i lejon padroni. Ai që i ka marrë bashkë përdore kur i ka bërë pjesë të pushtetit, edhe të zgjedhjeve parlamentare, ai që i ka marrë edhe me dorën tjetër kur është bërë pjesë e zgjedhjeve lokale, ai tash vendos për vlenin. Prej Struge, ai gjithandej deri këtu vendos për vlenin edhe pavarësisht që janë prekaz, nuk e di ku të shkojnë ata, do ishte e kot për faktin se përsëri vendimarrja merret te pallati i bardh i Vomoros për gjithçka që ndodh në Vlen, për Vlen, rreth Vlenit. Edhe ndarja, edhe bashkimi bot aty. Megjithatë këto janë akuza normale nga pozicioni që jeni të qenurit opozitar. Faleminderit për kohën tuaj, zoti Rexhepi, ne faleminderit edhe juve këtë intervistë. Gjithmonë krenar. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës. Mirëmbëjtje.